kush është Allahu te barekuhu teala. Tregoj veta I kush është. Ai është I pari, nuk ka para ti asgjë. I gjallë është vetë dhe me ta rri gjallë çdo gjallës. Allah është I gjallë, nuk vdes. Është mbajtës dhe rregullues I gjithësisë, nuk flan dhe nuk kotet. Fituria e tij është e pakufishme. Ai din çdo sen që ka qenë. Din çdo sen që tash në këtë moment ndodh, ai e din. Dhe din çdo sen që do të ndodh në të ardhmen. Edhe din çdo sen I cili nuk do të ndodh, po të ndodh thjesht do të ndodh. Asnjë gjith nuk bie pa I ditur ai. Çdo gjë I është nënshtruar forcës së tij. Është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë. Pastaj është ngritur mbi fron. Është krijues I panevojshëm për askond. Është furnizues pa kurrë mundi, lodhje dhe vështirësi. Furnizuesi I vetëm, ai I cili furnizon gjallësat, krijesat e tij në furnizim të pashtershëm dhe nuk shterën depot e tij asnjëherë. Ai e ushqen botën, ndërsa vetë nuk ushqehet. Mëshira e tij e ushqen gjithë botën. Mëshira e tij I jep të pijë gjithë botës. E ka shkruar me një shkresë. Mëshira ime e te I kalon hidhrimin tëm. Ajo është I bukur. E don bukurinë. Allahu ka një perde mes tij dhe krijesave. Me me hek shikimi apo drita e qenjes së tij e djeg gjithçka që ka përpara. Bubullima e madhëron atë me falënderim, por edhe engjëjt nga frika ndaj tij. Ai I dërgon rrufetë dhe godet me to këtë dorë. Urdhëri I tij, kur ai dëshiron diçka, është që t'i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet.